Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se ardhët edhe këtë pasdite në Dita me ne, si gjithmonë në TV Media. E sot do të flasim për plisin, pikërisht për këtë temë kam të ftuar të vetëm grua e cila merret me këtë ndërprimtari, Ergjyle Xhuxhialo, e cila ka ardhur këtu në studio me bashkëshorten e saj, dhe me ta do të flasim diçka mbi veprimtarin, si kanë filluar, si duket ai procesi, cilat janë ato të mirat e plisit, dhe si me dallu një plis të vërtet nga e ndoshta falsa. Kam derin të kam sot në studio, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit që keni gjetë kohë prej ditës tuaj, besoj shumë atë në orarit të ngjeshur që me ardhur këtu në studio dhe me diskutu pikërisht rëndësinë e plisit. Po patjetër duhemi me gjetë kohë, se i kemi simbolin shumë e vlefshëm, simboli që është i bardhë, që tregon identitetin ton, dhe që kombi jon është me zemrat e bardha. Pikërisht rëndësia e plisit duhet të jetë gjithmonë një prioritet për ne dhe na bën të besoj krenuar si shqiptar kur e kemi një plis në kokë. Shumë normale. A mundesh më na tregu rreth përpunimit të plisit, si duket e gjithaj procesi? Po. Unë tash e 40 vite po bëhet, domethënë 4 dekada jam me prodhimin e plisit. Jam martuar me një plisagjit të them, si heka duakin prej kokës, me njerë fillova me prodhimin e plisit. Kërkush nuk ka besuar që do të arri une një ditë të baj një plis. Mirë po, për krahjen e kam pas shumë prej Naxhiut, ashtu që mas Naxhiut une të ndihmu kurse, jo që kanë besu që kam me punu edhe une një ditë, të ndihmu atëherë une vjedha atë zanatin e plisit edhe që sot e sa vite munde me përfundu plisin. Zëvërënazit, si nini që gruaja ja u ka marrë zanatin? Po, ashtu është, zanati vjedhet, besojnë, në klipet. Ashtu që edhe ajo në kam vjedhë zonatin. Dhe ajo të i dasht me ndihmu, vike ofër me e, jo këto, jo ato, jo ato, kader. Ashtu që edhe filloj me marru plisin. Edhe sot e kësaj dite marron plis bashkë me mu. Pra, zëtë më ka qenë ajo rutina juaj edhe kjo ju ka vu ndoshta edhe më atë pandashëm prej njëri tjetrit, sepse keni pas në dashuri të njëjtë. Normal, shumë normal. Do me thënë tash ti punojmë familjarisht, edhe djemë tona punojnë, ashtu që jemi kënaqur me këtë zeje. Ane që zeja nuk është një fitim prurse shumë, se sa punojmë na, ndoshta edhe 18 orë në ditë punojmë, deri tash kishim u bë milionera garant, ama që vullneti të them, dëshira të them ashtu, që mos të zhduket simbolet tona kombëtare, jemi sot ku jemi. Po i shohim këtu edhe disa lloje të plisave, a mundeni na tregu se atë janë dallimet mes tyre? Po. Tash ne këto që i kemi në krye, ose çto, trumbullaktat, këto zakonisht ana e Dugatxhinit, e krejt Kosova më tepër i mban. Janë me maja ana e Zymit anejna ato mbajnë. E këto me bishta që janë ana e jugut e Shqipërisë e mban. Mande i kemi Dibranin, ana e Dibrës që i mban më tepër. Ne i them plisat e Lumës, i mban asi Lumjant i mbajnë këto, edhe pjesa e mesme e Shqipërisë, Tirana anejna që i mbajnë këto plisat më tepër. Do me thënë, plisat pëndohen si pas krahinave, si pas vendeve ku jetojnë, ashtu kam përdorur edhe formën e plisit. Po, përgjithë, sepse ne zakonisht të shohim, ndoshta e njohim vetëm këtë formën e rumbullakët të plisit, kështu, ndoshta edhe këtë me moje që shumë më zakonisht, por ndoshta edhe tjerat varësisht prej krahinës e kështu. Vjen mirë që i kemi këtu edhe dallimet edhe po i shohim pra që kemi lloje ndryshme dhe gjithë këto reflektojnë diçka për secilin nga ato vende.
Po normal që çdo krahin domethënë e ka atë si formën e vet. Çka e bën të veçantë plisën që ju e bën? Shkoni, unë kam rrjedhi prej një familje që me bab, gjysh e stërgjysh kanë bajt plisin. Edhe për mua s'ka qenë i panjohur plisi. Atëherë, na që prodhojmë sot, kemi një punëtori me vetë investimet tona që i kemi barë, kemi arrit atë të bajnë, ne jemi shumë unë për veten time, edhe për familjen time mund me thënë që jemi krenar. Pikërisht në fillim e përmendëm që edhe fëmijët merren pra me këtë punë është një përfshirje kështu familjare edhe kënaqësi e madhe. Po, pra është një kohë që e kaloni gjithë bashkë edhe sjelljen të keq. Zakonisht familjarisht këtë punohet është një kënaqësi tjetër veçantë. Po. A ka pas kështu momente ndoshta kur kanë qenë edhe fëmijë të vegjël që janë interesuar për me pas se çish po bëhet plise? Po gjithmonë kanë qenë të interesume, si vogël, unë që thojnë, një kam pas të djepi, tjetrin të puna. Ashtu kena rritur fëmijët. E fëmiu qysh rritet, ashtu edhe ai, edhe zanatin i merr njëjtin kohë aty, edhe vullneti, edhe dëshira poshtohet, se baba çka po punon, nana çka po punon, edhe ai deshte e s'deshte, po bashkangjitet aty. Po. Sikur që jam bashkangjitur unë, babës e babë fyshit, edhe ata fëmijët tonë në kam bashkangjit. A mundi me na rikujtu ndoshta një moment nga fëmijëria e cila ju e keni shfaq kështu interesimin e parë për plisën? Po interesimi prej fëmijës, Po. Virgylja që tha, te para baba gjyshi ishin vomë kur rishin, dia dhe vetë, punoj në shtëpi. Ashtu që na pri vogjelis kena marrë zanatin. Dërsa me fëmijët tonë, na kena pas punëtorin, merreshim me bashkë. Shkojshim punëtori dhe punojshim bashkanisht. Ani që kanë qenë ata fëmijë. Diçka na ndikojshin, gradualisht të e marrë zanatin, kështu. Po, tash edhe ata merren me këtë. Tash janë ata mjeshtër mua. Po, mirën, anë që janë të shkollume, mirën me plisin do më thanë, mirë po aty kemi shti edhe do artikuj tjera. Thuj pse, sepse në për tregjet tona, sot po qarkullojnë edhe plisat falso, që shumë kam gretur unë zanin, ende nuk mujtëm me arrit për fundimin, veç shumë kam besimin, edhe shumë kam edhe besim, edhe si them, shpresën ashtu që një ditë ato plisat falso do të zhduken prej tregut. E cilat janë dallimet përmes plisit të vërtet dhe ati falso? Shikoni, plisi, lënda e parë e plisit original të them une, lënda e parë është leshi i deleve, ku lahet, pastrohet mirë, edhe vjen procedurat për punimit plisit. Ku ma përpara bata si një brumbajnë, i bëjmë coptimin e leshit, pastaj shpishja i leshit, e mandej fillojnë procedurën që merr formën plisi. Plisat tona originale kërcasin prej dorës. Kurse ato falso, që ka bëj këto shtypen tonat, po, edhe i bëhet kërgju. E sa ato falso, si ta shtypish ajo ngjen që është. Po, pra kjo kthehet në formën që e ka pas. Forma nuk ndryshohet. Është interesant edhe me plisin, pleqt për shembull që kanë bajt plisin, shpesh në gjiu ka pas biset me mosh që kanë qenë, me shterit, po, në gjiu ka pyet, a keni pas dhimbje kokës ndonjëherë, se rregullisht kam bajtur plisin. E hinën me një debat në zeta, ashtu të them, me do bura ashtu ishte. Edhe thanë, kur s'kena pas dhimbje koke, as sinusat, as kurqo. Do më thanë,
Na i kemi plisin bio edhe original. Kur gjona jemi kalina e diçka tjetër, nuk kam brenda plisit. Sapuni, pastërtia, uji i nxehtë edhe landa e parë leshi i deleve. Po, pra, vetëm me këtu. Përpunohet plisi. Faktikisht është një izolator. Ashtu. Merë frymë, ndërsa mban atë temperaturën e trupit. Po sepse kemi po raste ku shohim persona të cilët e mbajnë plisin gjatë tër vitit. Pra edhe verës së të dimit. Po pleç zakonisht ma tepër, mirë po edhe ato pleç tasi kadal nuk janë jetë ma. Ashtu që mbajtja e plisit tash është shumë më pak. Shumë më pak. Pse mendoni se ka ndodhur pikërisht kjo? Po tash duhet ne ju rinia mos shumë prej gjumit pakës me mbrojt edhe ju asi simbolet tona kombëtare që i kemi. Na si prodhues, prodhojmë. Plisa kemi plot, mirë po koka duhet mi gjetë tashti për këto plisa. Jo rinia që çdo ditë nuk i përdor. Mirë po, s'duhemi me zhdu këto simbolet tona kryesore. Për festa, për shembull, kemi tash të festin e 17 shkurtit. Pse rinia mos me mbajta si plisin? Për festat fetare, për festat shtetërore, për gjitha këto mundena me mbajt plisin. Është një fjalë popullore që thotë, kush e ka plisin në shtëpi, ka edhe bereqetjen e shtëpisë. Andaj nuk besoj që ndonjë familje shqiptare në shtëpinë e vet që mos të ketë plisin. Besoj që gjithë kanë. Po atjetër do të më mbajt simbol krenarie në fakt. Se edhe këto mundem mu bashkan gjithashti. Tek klientet që kam, se kena furnizuar deri më tash Maqedonin, Kosovën po, Shqipërin po. Mirë po, klientet tash, deri tash që kanë marrë plisa prej neve, janë kthy po marrin tash i plisat falso. Që plisat falso janë prej Kinës, po mdo këtë se janë të ardha ato. Atëhere, është riciklizimi i mbeturinave të Kinës, ku populli jonë po i mban plisat falso. Bashkë pra mund përcjella një emisión, ishte një debat aty, nuk dua të ceki emnin kur gjo, delën televizor në debat aty me plisin falso. Unë po kuptoj, mirë po ndoshta dikush tjetër nuk e kupton, bile i komentova, bile në për televizora mos dilni me plisat falso. Kjo nuk na përshtatet, nuk na, si them, nuk ka hije neve ashtu diçka t'i bajnë. Ku jena të jetuar? Jemi në liri sot, këtë lirin na kemi andruar. Ju jeni shumë të re, nuk dine ato ditët qysh kemi kaluar na. Deri që sot t'i mbajmë këtë plisin na shumë ma shlirë, e me vëndet, si them, me gëzimet më madhe ashtu. Me krahasu mbajtjen e plisit ndoshta para luftë dhe tash. Po? A mundeni me na tregu si ka qenë atëherë koha? Para lufte kanë qenë ma tepër të moshuarit që kanë mbajt rregullisht plisin. Tashti rregullisht shumë pak pleç kemi që mbajnë. Shumë pak kemi. Ashtu që puna jonë veç na ka ra. Veç na ka ra. Edhe këto plisat falso që janë, edhe pleç që pëndrojnë jetë. E këtu tashti duhemi me ngritë zanin gjithë, kjo në për televizore, jo edhe në për institucionet ndryshme kam qenone, kjo përfundon një ditë, këto falsot, përfundon. Ama që ka thojnë sabër selamet, është një fjalë popullore, apo? Sabër selamet edhe na po presin. Se mbi jetën sa vetëm me plisin është e vështirë, shumë e vështirë është. Nuk paguhet plisi sa ka punën. Një plis për të prodhuar kalon 27 here prej dorës. 27 here. Nuk është një punë e lehtë. Sa kohë merr kështu prej fillimit deri në fund pra për punimin e një plise? Ajo zgjat që na punojmë zakonisht seri. Marim një punë, sot punohet, ajo punë, masanet nesër me në punat tjetër, ashtu që zgjat mbi një javë.
derisa del plisi ta ma që luhet. Po pra, është një proces, Se duhet më tërë një 2 herë tërët, faktikisht. Ashtu që zgjatë edhe procesi. Nuk mundesh me thonë ta marri plisin një njerë, ta marri për stak. Ja. Ajo ka atë kohën e vetë. A mendoni pikërisht që për këtë arsye ndoshta edhe personat ndryshëm po marrin plisa falso sepse janë më lehtë mundesh me marr mbrana sekondit. Ato e më lirë. Po. Që qeti e rgylja, ato janë riciklime diçka dhe na nuk po dim. A mund t'jenë ato dëmshme ndoshta për neve? Me siguri janë të dëmshme. Për shëndetin janë të dëmshme. Se rregullisht e mban pak Po, disa ditë, ajo ka mundësi edhe alergji në kokë mi alergji me bërë. në këtë. Po pikërisht sepse ata ne nuk po e dim se çka pikërisht se çka po përbën. Për to japim garancion që ka me qenë e dobishme, nuk ka me qenë e dëmshme. Ndërkohë desha t'ju pyes, sa mund të zgjat ashtu top forma e plisit, pra kur është ndoshta atëherë si përfundohet procesi edhe kemi një pjesë kështu gati. Që për fillim, ajo punohet çdo njëra e njëjtë, e ka atë fazën fillestare, e ka punimin e njëjtë. Mos ndin në mbarim vjen te që janë kalup, sipas kalupave, na kena shumë lloje kalupave. Po. Edhe kena prej këtyre masit ndryshëm. Që kjo për fëmijë. Mos ndej kena për fëmijë më të rritun pak, edhe për tritun, me dhe po me kokë më të madhe, me kokë më të vogël. Ati është dallimi. Zdita të qyshme të cek. Prej bebave, posat lindurat, e deri te batalli. Batalli është, na i thëmë batalla asaj që është kalopi më i madh. Plisi dhe lënda e parë, plisit origjinal, bëhet 100% prej leshit delevi. Punohet me dorë prej ustallarëve. Merr frym, nuk të mban lëkurën e kokës. Nuk të mbyt lëkurën e kokës. Të mban freskët verës, të ngrohtë dimnit. Është pjesë e shpirtit e traditës sonë. Plisi falso bëhet prej plastike, shkume, poliesteri. Është shumë i bardhë, si plastik e bardhë. Nuk merr frym. Djersit shumë, mund të shkaktoj skuqje, kruajtje, alergji. As tradit, as shëndet, veç biznes i lirë. Si me dallu plisin e mirë? Prekja, leshi është pak i ashpër, i gjallë. Falco është shkum plastike. Era plisi i leshit ka aromë të lehtë leshi. Falco shpesh mban erë kimikatesh. Ngjyra origjinale është bardhë natyrale, jo plastik që të verbon syt. Pesha. Plisi i vërtet ka peshë, është kompakt, falco është shumë i lehtë si lodër. Çmimi, punimi i ustajit nuk mund të jetë qindarka, plisi shumë i lirë, zakonisht është falco. Për shëndetin, nuk po them që plisi falco të helmon, por nuk është i rehatshëm, nuk është i shëndetshëm për përdorim të gjatë. Sidomos, fëmijët nuk duhen me mbajt gjatë në kokë, të mbrojmë simbolet tona kombëtare origjinale. Po, totalisht. Kjo është plisi falso, dallimi edhe plisit origjinal. Po, me kohë vjen pyetja e pikpyetja realitet e për punimet të
plisit. Se vazhdimësia shkon kështu, atëre ka dhe mundësi më zhduk plisi nga punimet tona. Na, si familja Gjurgjalo, kemi bërë një investim shumë të madhe për plisin, vetëm për plisin. Tokën kam pas trashëgimi prej babës. Atëherë kena vendosur familjarisht që të ndërtojmë një punëtori, që askush në asnjë vend nuk ka një punëtori më të madhe të plisit që jemi në aty. Jo që po lavdohet Ergylja, lutem jo, mirë po edhe zotni Jakupi, edhe gati çdo televizion kanë qenë në për incizimet tona në prodhimin e plisit në vend punës. Tek punëtoria jonë është një botë tjetër. Kështu shumë letë mundem të flasim për plisin. Mirë po atje në punëtori është me të vërtet një botë tjetër që çuditesh edhe ti vatë. Atëherë, gjithë këtë investim që i kemi bërë, që pa mbështetjen e askujt, ende në kredit sendet i pagojmë, ajo është as si punë private për neve, e sot të zhduket kjo në dhimet neve shumë. Ndoshta jemi edhe shumë fanatik ndaj plisit, edhe ndoshta jena rritur me plisin. Se kur ishe një fëmijë, babën, gjyshin, baba tregon për stërgjyshin, për gjyshin e vetë, ashtu kështu me rallë që shkon, brez pras brezi, atëherë me të vërtet është një dhimbje e shpirtit, them ashtu, nuk o lemt. Para kohën e 70-ve, që aty pare, do më thonë edhe ma eret, Plisagji ka pas shumë. Po. Shumë lokale që punueshin edhe shqitshin njëjtën kohë. Lokale u punueshin edhe shqitshin njëjtën kohë. Sot, 2-3 lokale janë që punojnë plisin. Na jena zakonisht prej atyne të kryesorëve, unë dhe më thonë. Po ju e keni një punëtori të tërë? Punëtori që kena investu, që kena, shme thonë, Gjithë forcën tonë kena dhënë aty. Për me mbajt plisin gjallë, na kena investu shumë. Edhe na më zhduk. Po, është. Për ata, po e bojmë edhe këto emisione, edhe po mundohemi që me shqitëm pa me të vërtet vlerën e plisit dhe vlerën e traditave tonë. Kjo është ajo që neve na mbojnë gjallë dhe kemi si identitet shqiptar. Plisin e kena unikat, është një simbol, për atë arsye na kena këtu më duket se edhe me bisedo për to. Se thjesht na kishtë qenë vetëm puna i për ajon, atëre na s'kishëm me qenë edhe këtu me siguri. Po kjo është diçka duket edhe kulturale. Për ato do me luftë gjithë, bashkarisht, që mos ta zhduki. Plisi në s'kena zhvulluash. Plisi është mira vjeqare e vjetër. Sot të zhduket, të vjen prej Kinës, që nuk na njeh as shtetin, as kur gjo, prej politikës nuk ka si di kur gjo hiç, se unë e politikën teme i kom këtu, gjitha i kom brenda këtu në plis, ama prej Kinës me ardhë një plis, edhe me zhdu, me na shtyp neve, me na shkel neve, kjo unë s'po i shohi ashtyshëm. Me qenë edhe ju në punimin e plisit, isha me përkrah me gjithë zemër që zhduken ato falcot. Ti mbrojmë bre simbolet tona se s'kemi shumë. Na jena tu pregadit me shku në UNESCO me plisin, për ndryshe jam edhe antare për UNESCO, e kënejna tregjet tona janë shkatru me ato plisat falco. Ajo shitet 50 centa, 1 euro shitet një. Ku mund e shtia si originalin me marrë me 50 cent 1 euro, edhe që i bën damin. Atë 1 euro apo 50 cent që shkojnë çdo ku po hargjojnë, e ashtu që ndokse duhemi me rujt edhe shëndetin tonë. Po pikërisht është jetë gjatësia e plisit në këtë rast në pyetje. Fakt. A i falcoja mu lak pakës,
me njerë priset. Një përdorim që është falcoja. Një përdorim që është falcoja. Pikërisht për ata duhet të vetësojnë shtetarët në këtë Po, pjesë. normal. Se Po ngresim zanin, që Allah ndëgjojnë shumë shikus, kemi me pa, ne të shojnë, që me të vërtet duhet t'i rujmë këto simbolet tona. A mundeni me na tregun ndoshta ndonjë eksperiencë që e keni pas me blerësit e ju, pra nëse ndoshta dikë që ka ardhur me bleni pjesë tek kjo edhe ju na tregon ndonjë histori të tyre apo diçka e tillë. Në dyqan kam qenë unë, prezident kam dyqanin edhe një pikë kemi mësuar e knasht. Prezident qëllova rastisht ashtu, erdhën prej Turkis, shqiptarët prej Turkis që kanë për zonë në kohën janë emigru para disa viteve, s'mundem me cek vite tamam. Edhe normal që ai zotniu ke aty me mbesat e me nipat e tyre. Njëni prej tyre e prej trive, më pyeti çka është karakteristike tek Prizreni, tash kam fjalën tek Prizreni. Tash karakteristikat tona në Prizren zakonisht, na Prizren kemi ujin e mirë, ajrin e mirë, edhe prisin e bardhë kemi që jemi me zemra të bardha. U çudit djali. U çudit, edhe këtë nuk mundem me harun kur, që me të vërtet edhe murën e plis që ti në krye, ka me të vërtet asi pas ka hije çdo kujt plisi, që meriton njeriu me mbajt. Po pikërisht keni pasur të reagime pozitive dhe është edhe lidhja emocionale goxha e rëndësishme. E normal. Unë po shoh edhe një detaj kështu të vogël afër teje, pra është çanta. Mundeni me na tregu më shumë? Po. Na përndryshe edhe zhgunin jena të punuar të ashti, mazë që shqitjes kemi, se punëtoria jonë kur s'ka pas plisa atë shumë, sa kemi sot në plisat. Ashtu të ashtit pakës më shtin loj gjanat bio që janë, të hiqemi prej poliesterave, prej sendeve, që çanta për shembull, unë vetë po përdori këto, është prej zhgunit. Kretë bio është prej leshit të deleve. Kemi edhe shumë aksesor tjerë që jena duke punuar. Përpara nuk kena pas kohë, vetëm jena marrë me plisat të imaru. Tash, masi s'kena shitjet si duhet, kena kohë edhe këto kena fillu me maru. Me vërtet është një ide tepër e mirë edhe mu ranë sy tepër për të mirë kjo pjesë, sepse edhe më adhuru se kështu e çanta në përgjithësi dhe kur e pash me herë më ranë sy. Sepse ka një strukturë të fortë edhe duket se është një çantë që ndoshta të shkon me gjithçka duket tepër bukur edhe elegante ashtu më kom duket, po. Elegante. Edhe diçka mundem me shtu tash këtu. Prej zhgunit jena duke qepur edhe kaçketat për të rritë. Që është edhe ajo bio, krejt prej leshit të deleve. Pastaj vjen sheshirat, tirqit, origjinale të zhgunit, jelekum normal, kombëtaret për burra. Dollamat për gra me zhgun që po dalin me të vërtet të bukur. Apo shini interesin e këto erisit që i keni këtu në treg? Po ka interesin, pakës ma gjallë është, mundem me thanë, ma gjallë është, sepse kur po i merë njoni, po i tregon edhe tjetrit që është i kënaqur me kokën e vetë. Po pikërisht edhe kështu ka shketat, koqa një ide interesante, sepse është diçka që me të vërtetë i përdoren njerëzit. I përdoren, rinia zakonisht përdor ma tepër. Ashtu që ato bëjmë edhe ngjyrosje në leshit, me çdo ngjyrë ato i kemi. Sa ku marrin përafërsisht, sepse janë disa produkte ndryshme dhe secila ndoshta e ka llopat e vet dhe procese ndryshme. Po. Tash për kaçketin nëse folim ose për çantën, tash më përpara duhemi t'i bëjmë as zhgunin. Që zhguni nuk bëhet lehtë, nuk punohet lehtë. Veç me dorë punohet derisa të forcohet, derisa të vjen ç't forma si forcimi i zhgunit.
Veç si brumin që punon, do më pak punë fizike. Lodhje fizike, ashtu të them. Ashtu që kohën merbe, sa për 2 ditë na ashtu non-stop që punojmë, bëjmë mendrime, 2 orë për shembullun e punoj, 2 orë me djali vogël, 2 orë me djali madh, nusen e madhe rejan e kemi aty edhe ajo merr. Ashtu që po ndrohemi pakës që ma shpejt ne del një zhguna si në dorën tonë ne të vjen. Mirë po, si cekëm edhe më përpara, na ma tepër shkojmë në seri. Sikur se plisin që punojmë me seri, njëjtën edhe zhgunin punojmë në seri. E pastaj, varet çka do të punohet prej atij zhgunit, a do të bëjmë çanta, a do të bëjmë do dekorimet me lule, me sende, a do të bëjmë kaçketa, apo çka do të qoftë. Pasi që është materiali me i fort dhe me i qëndrushëm, është ma vështirë më qip? Normal. Normal që më... Po sepse kjo bën është në këza një farë pjesë, përmendu me dhe forcën fizike që do të me pasë në fillim, edhe për ata po besoj fëmijët këto i keni shpëtimtarët. Normalisht. Po një dorë kur nuk bën zhurmë. Kur bëhen disa durët, atëherë bëhet edhe zhurma më tepër, ashtu që mundesh me arrit edhe suksesin atëherë. E përmendë edhe nusja që me i dhe të fakt, a përshojt në vetën, sikur jetë që keni vjetë zanatin edhe ajo? Kanal. Përsa edhe ajo prej meje, po më do kërse po më vjetë zanatin. Ta është i mu po më përqenë më tepër punimet e rejes teme, që është qika jeme mundem me thënë, ma tepër po më pëlqenjë, veç kur po më tregon i bana mami qëto, i bana mami qëto, shumë tepër po më pëlqenjë. Pra me të vërtet ju ka lidhë familjarë, është kjo, edhe kjo e përmendëm që nga fëmiria, e dëri tash, kjo tradit, edhe po zgjerohet, pra edhe lidhja emocionale, pikërisht është ajo se çka e bën plisin të mbetet gjallë edhe pas shumë viteve dhe që besoj me punën tuaj të përkushtuar, nuk do të ndalet kjo pjesë. Kjo pjesë nuk ndalet, mirë po patjetër që si cekëm edhe më përpara, kena shtin loja dhe sende tjera. Ta është ju rinia. Sa jeni të interesuar për plisin, na aq ma tepër do të kemi punë. Qose nuk më bani pakës bile në për festa në për sende. Atëherë kur gjë nuk është, po kupim simbolet tona. Cili do të ishte mesazhi juaj për të rit, pikërisht cilët ndoshta edhe janë të interesuar mirë me këtë zanor? Si një grua e vetme që jam me prodhimin e plisit, edhe shumë herë në për gazeta dalin asi plis bardhja, faqe bardhja. Të mbajmë gjithmonë, bile tashti masi i kemi festën afër, që kemi andruar këtë fest madhe që ka Kosova, 17 shkurtin, të festojmë me plisat origjinale festën e madhe të Kosovës, dhe gëzuar njëjtin kohë. Na, jetën mundemi me vazhdu me diçka tjetër, do më thonë me plis. Por ato prej fëminist shka kena arrit me promu, edhe shka kena mujt me mbaj diri sot, që ato batica që kena pas në shqitje, se dhe gjatë sundimit kena pas një farë ullje të shqitjes, por mas lufte përsëri kena pas një ngritje, e që tash kena një rambjes drastike, e nëse do në populli me në ndiku, me mbajt plisin bardh gjallë, atë mirë kish me qanë, por mesazhi i Ergylës që e tjeki. Po pikërisht të kemi edhe 17 shkurtin në afër, e cili besoj do na vije pra një valë të ri kështu. Të plisave origjinali, po. Plisi nuk është veç i jyni që jemi na prodhus. Plisi është i gjithë kombit shqiptar. Lutem. Pikërisht. I gjithë kombit shqiptar është. Atëherë të festojmë me plisat bardha, festën e madhe, livim tonë të dashur. Faleminderit shumë që gjatë të kohë dhe ardhët të në studio.
Faleminderit dhe kronjuve. Urojmë shumë suksese në punën e juaj. Dashur shikues, kaq kishim për sot, mos harroni të riktheheni nga hëna në të premten nga ora 17 dhe deri në takimin e radhës, mirupafshim.